Si u bë Kosova shteti i pavarur? Kosova është shpall shteti i pavarur më 17 shkurt të vitit 2008, por rruga drejt pavarësisë filloi shumë më herët. Pas luftës së dytë botërore, Kosova ishte pjesë e Jugosllavisë Socialiste. Me Kushtetutën e vitit 1974, Kosova fitoi një autonomi të gjerë, me institucione, gjykata dhe përfaqësim pothuajse të barabartë me republikat jugoslave. Në vitet 1989-90, kjo autonomi u shfuqizua nga autoritetet serbe. Institucionet e Kosovës u shpërbën dhe shumica e shqiptarëve u përjashtuan nga administrata. Si reagim gjatë viteve 90, shqiptarët e Kosovës ndërtuan një sistem paralel, shkolla, universitete, shërbime shëndetësore, përfaqësim politik jashtë kontrollit të Serbisë. Në vitin 91 organizua një referendum për pavarësi, i cili nuk u njoh ndërkombëtarisht, por tregoi vullnetin politik. Situata u përshkallëzua në fund të viteve 90 me luftën e vitit 1989 dhe krizën humanitare, çuan në ndërhyrjen e NATO-s. Pas përfundimit të luftës në qershor të 99-s, Kosova kaloi në administrimin e përkohshëm të Kombeve të Bashkuara, mes misionit UNMIK sipas rezolutës 1244 të Këshillit të Sigurimit. Nga 99-a deri në 2008-ën, Kosova nuk ishte shtet i pavarur, por as në kontrollin e Serbisë. Ajo u administrua nga OKB-ja, ndërsa institucionet vendore u ndërtuan gradualisht. Gjatë kësaj periudhe u mbajtën zgjedhje, u krijua kuvendi dhe qeveria dhe u diskutua statusi përfundimtar. Në vitin 2007, i dërguari special i OKB-s Marti Ahtisari propozoi një zgjedhje që parashinte pavarësinë e Kosovës me mbikëqyrje ndërkombëtare dhe garanci për pakicat. Ky plan nuk u miratua nga Këshilli i Sigurimit për shkak të kundërshtimeve politike. Për shkak të këtij bllokimi, më 17 shkurt të 2008-s, institucionet e Kosovës shpallën pavarësinë në mënyrë të njëanshme. Në vitin 2010, Gjykata Ndërkombëtare e Drejtësisë vendosi se kjo deklaratë nuk shkelte të drejtën ndërkombëtare, duke i dhënë Kosovës një bazë të fortë juridike, sepse njoja mbeti çështje politike. Kështu Kosova bë shtet i pavarur jo përmes një momenti të vetëm, por përmes një procesi gati 20 vjeçar, që kaloi nga autonomia, rezistenca politike, lufta, administrimi ndërkombëtar dhe më në fund shpallja e pavarësisë.